Zoti Arlin, meqense ju jeni ende i ri, si po ndjeni mes këtyre të rinjve? Është një kënaqësi, pasi edhe unë vetë jam akoma pjesë e juaja, jam një i ri dhe më pëlqen gjithmonë të jem prezent me të rinj, të cilët presin, duan dhe kërkojnë zhvillimin e vendit. Faleminderit për opinionin tuaj. Atëherë besoj se jeni gati të përballeni me pyetjet e panelit. Ju lutem. Pyetja ime parë për ju është, për të qenë një student i suksesshëm në studimet e larta, bashkëdhëtarët tanë duhet të jenë shkolla, talenti apo niveli i studimit, që në këtë mënyrë ne të jemi pjesë e ekselencës. Për të qenë pjesë e ekselencës, nevojiten të treja ato që përmendë ti, si shkolla, si talenti, ashtu edhe rrugtimi drejt niveleve që pret arrish në jetë. Në Shqipëri është pak vështirë sepse ti me të drejtë përmendë shkollën të parën. Në gjykimin tim, shkollat në Shqipëri kanë arritur të kthejnë në një monotoni për brezin tuaj, me sa kam arritur unë të kuptoj dhe të gjykoj. Por ju shkolla është bërë një pjesë e monotonisë së përditshme, e cila shpeshherë bëhet edhe si një gjë e bezdishme në vetvete, pasi për ju shpesh gjërat në shkollë nuk arrin atje çfarë ju prisni sot si të rinj që jeni. Për mendimin tim kërkohet një nivel i ri, qoftë edhe i formatimit të vet, duke filluar që nga klasat. Shumë vende në botë si Suedia apo Japonia kanë arritur të trajtojnë këto probleme për të rinjtë e vendit tyre, duke bërë që ata ta pëlqejnë dhe ta dashurojnë kohën që kalojnë në shkollë. Duke filluar që nga organizimi i klasave, besoj se gjithë tashin më po bën breza që ne thjesht rrim ulemi para bankave dhe përballemi vetëm me mësuesin, pyetje përgjigje apo vetëm dhënia e mësimit. Në shumë vende të botës kjo është anashkaluar disi dhe shumë vende të tjera të botës kanë arritur të krijojnë një marrëdhënie më të parafort, qoftë edhe duke i grupuar brenda vetes studentët dhe nxënësit, në mënyrë që fruti që arrihet dhe rezultati që merr klasa apo çdo student apo çdo nxënës në fund të jetë një frut i përbashkët dhe të ndihet kënaqësia e gjithshme. Gjithashtu edhe në mënyrë që klasa në vetvete të jetë si një lojë për ju, derisa të arrini në studimet e larta, ju duhet të konsideroni veten që jeni gjatë gjithë kohës në aktivitet, gjatë gjithë kohës në përgatitje dhe gjatë gjithë kohës në mësimdhënie. Po jo mësimdhënie vetëm në raportin me mësuesin, po në mësimdhënie qoftë edhe me bashkëkolegët, me nxënësit, me shokët e klasës. Pra, kërkohet një reformatim i ri për mendimin tim, në mënyrë që suksesi juaj të jetë akoma më i garantuar dhe që hapat tuaja drejt shkollës lartë të kenë bazat forta bashkëpunimi me kolegët. Po shoqëria, angazhimi, aktivitetet, orientimi drejt rinjve dhe veprimtaria e politikave drejt rinisë, sillin efikasitet në këtë brez? Mënyra dhe angazhimi juaj duhet të orientohet disi qoftë edhe në bashkëbisedimet e përbashkëta që krijoni drejt politikave të reja për zhvillimin e vendit. Koha që kaloni me njëri tjetrin duhet të jetë një kohë frytdhënëse dhe duhet të jetë një kohë e cila të arrijë që të krijojë qoftë për ju vetë, qoftë edhe për vendin një rezultat, një fryt, diçka që do të na shërbejë të gjithëve për nesër. Ju në përgjithësi, madje është disi për të ardhur keq në mendimin tim, pasi një pjesë e mirë e sondazheve kur pyeten të rinj si puna juaj në rrugë, a merreni me politikë? Ju direkt përgjigjeni, besoj dhe po t'ju pyes si nuk merrem me politikë dhe anashkaloni gjithë pjesën politike të procesit të një vendi. Mua për këtë më vjen keq në përgjithësi, sepse besoj se gjithë nga ne e kuptojmë që asnjë 50 apo 60 vjeçar nuk e mendon të ardhmen në një vend apo të nesërmen, siç e mendojmë ne sot si të rinj që jemi. Dhe për mendimin tim, angazhimet tuaja të përditshme duhet të lidhen gjithmonë me atë çfarë ju doni të kontribuoni për qytetin, qoftë edhe lojrat tuaja të përditshme. Ato krijojnë mundësi qoftë edhe për ne të tjerët, ose për një arkitekt, ai thjesht duke parë jetën dhe kohën si ju angazhoheni dhe duke parë se si ju veproni me qytetin, na krijon mundësi dhe ne të shikojmë zonat ku ju frekuentoni, të krijojmë hapësirat që ne duhet lirojmë për ju e të tjera. Është si për të ardhur keq në fakt për të kthyer tek pyetja juaj, sepse vëmendja dhe politikat për këto orientime drejt jush, drejt rinisë nuk kanë qenë atë efikasitetin e duhur që ju të krijoni dhe të keni gjithë hapësirat e duhura për të qenë të lirë dhe të qenë komod në një qytet. Është dhe për të ardhur keq nuk ka atë nivel të pritshëm nga politika në mënyrë që brezat e rinj të shprehin dhe ndjenjat dhe të shprehin kërkesat që ata kanë ndaj një qyteti. Prandaj ju them që edhe bisedat tuaja duhet të lidhen gjithmonë me qytetin dhe vendin ku jetoni. Për shembull, gjatë bisedimeve ju duhet të dini për nesër në një të ardhme politike ose drejt studimeve të larta ku do orientoheni në profile të ndryshme, të dini çfarë të kërkoni për veten, të dini çfarë të kërkoni për qytetin, për rrugët, për vendin, si doni ju që ta shikoni qytetin, si doni ju që të ndryshojë vendi e të tjera. Dhe gjitha këto angazhime, gjitha këto shërbime, gjitha këto lojra që ju krijoni bashkëbisedimet dhe angazhimet tuaja me njëri tjetrin, duhet të kenë në thelb brenda gjithë secilit prej jush synimin për zhvillimin e vendit. A duhet të përcithen dhe të menaxhohen propozimet nga të rinjt dhe si duhet kërkuar në një mënyrë që kjo shtresë të motivohet dhe promovohet nga klasa politike?
Absolutisht mendimet dhe idetë që vinë nga ne, nga ju, nga brezi të rinjve, duhet të jenë baza dhe duhet të jenë themeli i zhvillimit të çdo vendi dhe të çdo shoqërie. Unë e përmenda edhe pak më lart dhe për fat keq politika jon ka krijuar një brez shumë të vjetëruar tashme për politikë bërje dhe për zhvillim. Kështu që përthithja e ideve të reja, shikoni, nisur nga rasti personal, unë do të thosha që ne nuk duhet të ngelemi vetëm vartës dhe të presim që të shikoj politika apo të shikojnë politikbërësit për propozimet tona. Jo, përkundrazi, shikoni, ne të gjithë sot kemi në dorë armën më të fuqishme për mendimin tim. Gjithë secili nga ne ka internetin, ka Facebookun dhe ka rrjetet sociale, apo jo. Këto duhet i shfrytëzojmë, pasi këto janë arma më e fortë për ne për të bërë që idetë dhe propozimet tona të dëgjohen. Nuk është e thënë që të presësh të vi një punë për të bërë punën. Jo, përkundrazi, ti duhet punosh që puna të vi tek ti. Kështu që propozimet për mendimin tim duhet t'i shfaqni. Unë dua t'ju nxjiz edhe një nga qëllimet kryesore që unë pres që vendi të orientohet është që t'i nxjisi të rinj, të shërbejnë dhe të bëjnë punë për vendin. Fjala vjen një aftë nga ju, një i ri aftë nga ju për shkriме, mund të hartoj shkrime për bashkëmoshatarët e vet. Një i ri tjetër arkitekt si puna ime mund të bëj propozime për projektet e qytetit, siç unë kam ndërmarrë në mënyrë që një ditë ato të merren në konsiderat. Apo një i ri tjetër që është i aftë me numrat për shembull, mund të propozoj shumë mirë skema të reja të menaxhimit të ekonomisë së një vendi e të tjera me radhë. Ose një jurist për shembull, fjala vjen, mund të hartoj fare mirë ligje të reja për më shumë liri mes nesh, për më shumë të drejta e me radhë. Ajo çka dua të them, duhet të mos ta ndaloni veten dhe mos ta privoni veten për propozimet dhe idetë që keni. Duhet i shprehni ato, duhet gjeni dritaren dhe mundësitë që idetë dhe propozimet tuaja të arrijnë të dëgjohen dhe më pas sa merren ato konsiderat, pastaj lërti lëm prap fajin politikës dhe atyre që do t'i dëgjojnë apo nuk do t'i dëgjojnë këto politika. Por nuk duhet ndalojmë të propozojmë dhe të ndërrojmë. Po raporti politikës me të rinjtë e vendit, si gjykohet, sa pranohet dhe sa vlerësohet nga vetë rinjtë? Unë e lidha pak dhe me pyetjen pak më parë kur tha që të rinjtë shpesh herë e anashkalojnë dhe nuk duan të merren me politikë. Por kjo është diçka e gabuar në gjykimin tim, sepse shikoni, politika në vetvete është një shkencë, është art që studiohet edhe në shkollat e larta. Ka shumë të rinj që besoj e dini që vazhdojnë për shkenca politike studimet e shkollës së lartë, apo jo. Pra, në vetvete politika është një art që studiohet, është çdo dek tjetër e shkollave të larta. Për fat keq tek ne ajo ka arritur të akumulojë një lum e cila shpesh herë për brezin tonë është kryer i papëlqyeshëm. Ne nuk na pëlqen të merremi më me politikë dhe të orientohemi për politikën, sepse jemi mësuar me ato fjalë që politika është një gjë e keqe, me politikë merren vetëm ata që duan të vjedhin, ata që bëjnë korrupsionet e tjerë. Jo, përkundrazi, madje ne të rinjtë e sotëm të këtij vendi duhet ta ndryshojmë këtë fazë të vendit tonë. Politika është shkenca e cila merret me zhvillimin e vendit. Dhe në politik janë dhe marrin pjesë ata që janë më të aftë në propozime, ajo që tha dhe djali. Raporti politikës me të rinj duhet të jetë gjithmonë në simbiozë, në mënyrë që sa më shumë të rinj të kontribuojnë për politikën, ashtu dhe politika nuk do vjetrohet asnjëherë. Nuk do kemi këtë politikë që kemi sot, për shembull, që ju kur të rriteni edhe pak do ta kuptoni fare mirë që ky brez jeton sot në politikë është një brez i trashëguar qysh nga koha e komunizmit dhe për fat keq një brez i vjetër që vazhdon jeton akoma nuk mund të pjelli më asgjë të re për vendin. Kjo është ideja. Pra, raporti politikës me të rinj duhet të jetë gjithmonë në simbiozë dhe nevojitin gjithmonë sa më shumë të rinj që të merren me politikë aktive për vendin, me propozime, me ide, me bashkëbisedime, me hartime e tjera me radhë. Shpresa dhe pritshmëria të rinjve gjimnazistë në Shqipëri. A ka stimulim nga shteti në mënyrë që këta të rinj të mos lejohen të largohen nga vendi për studime jashtë? Ne të gjithë po përballemi me këtë fazën e ikjes nga Shqipëria dhe për të gjithë ne është një plagë e vërtet ikja e moshës tonë dhe e brezit tonë dhe e shokëve tanë nga Shqipëria dhe kthehet në një motamo, kthehet në një metodë kjo ika nga Shqipëria tashmë, sepse kur të ikin gjithë shokët, detyrimisht do të duket vendi si i paaft përderisa ngel në Shqipëri. Por kjo duhet të ndryshojë. Shqipëria nuk është vendi i paaftëve. Në Shqipëri nuk ngelin vetëm ata që nuk kanë mundësi. Përkundrazi, Shqipëria, qoftë do më pyes mua si Arlind dhe si arkitekt, do të thosha që vendet që janë akoma në zhvillim krijojnë shumë herë më shumë mundësi për ide dhe për të pritur ide se sa vendet e zhvilluara. Për shembull, mua si arkitekt, Shqipëria sot, qoftë edhe në këtë gjendje që është, më krijon mundësi që të ndërroj si ta ndryshoj Shqipërinë për zonat harruara që kanë vite që nuk kanë prekur projekte arkitektonike ose zona që s'kan njohur asnjëherë tilla projekte. Mua Shqipëria më ofron këto ëndra, më ofron këtë mundësi që unë të ndërroj si të ndryshoj. Gjëra që për shembull në Gjermani është shumë e vështirë të bësh sepse aty tashmë ka zënë vend një arkitektonikë mirë pranuar nga të gjithë. Po ashtu edhe për fusha të tjera. Pra, politika
duhet që t'i afrojë të rinë gjithmonë më shumë. Ne duhet jemi pjesë e politikës, por në mënyrë të tillë që raporti të jetë gjithmonë një simbiozë dhe ne nuk duhet që të nisemi nga ideja që Shqipëria është vendi i pamundësive. Jo, Shqipëria i ka mundësitë, Shqipëria ofron mundësi dhe Shqipëria pret shumë nga ne. Është vendi që akoma na krijon mundësi të ndërrojmë. Duhet të ndërrojmë, duhet të mendojmë për Shqipërinë, qoftë edhe të punojmë pa u prirur nga ideja që për lek apo për famë apo të presim për të bërë një politikan për të ndihmuar Shqipërinë. Jo, përkundrazi. Gjithsecili nga ne duhet të ketë mënyrën e vet, metodën e vet për të shërbyer vendit. Si duhet punuar me të rinë në mënyrë që ata ta vlerësojnë paranë, të kenë marrëdhënie të mirë me të dhe kush ua jep këtë mundësi të rëndësishme për jetën e tyre? Paraja për të rinjt është një problem i cili vazhdon të trashëgohet akoma në Shqipëri për fat keq, dhe besoj se po jam i sigurt madje që shumë nga jush nuk besoj se ka ndonjë punë të dytë për të krijuar të ardhmë, qoftë në këtë moshë jeni apo jo. Prandaj nevojitet për mendimin tim një vëmendje drejt këtij brezit, drejt moshës tuaj për t'ju krijuar mundësira që të krijoni dhe të filloni të fitoni privatësinë tuaj ekonomike. Kjo është shumë e rëndësishme dhe shumë vende në botë ua krijojnë brezave dhe moshave të reja këtë mundësi. Po jo duke i lënë gjithçka lirë, për shembull, në Rusi ku isha unë, mosha juaj shpeshherë krijonte marrëdhënie pune me administrata në shërbim të qytetarëve, qoftë edhe me privati dhe këtu futet e shteti për të krijuar mundësi dhe marrëdhënie mes shtetit dhe privatit për t'ju krijuar juve mundësi të reja financiare. Është e vështirë dhe është për të ardhur keq në fakt që gjithë ekonomia juaj varet nga familja dhe shpeshherë edhe shkollimi juaj i lartë është një barrë për familjen, çka që vazhdon ta dënojë Shqipërinë dhe ndikon tek ajo pjesa e ikjes suaj, sepse prindi përderisa investon e ka më mirë të gjejë një mundësi në një vend që ofron më shumë kushte për investim se sa vetë Shqipëria. Afrimi juaj duhet të bëhet në mënyrë të tillë që ju duhet të filloni të krijoni marrëdhënie me punën, të njihni punën, të njihni marrëdhënien me lekun, prandaj është shumë e rëndësishme në moshën tuaj të dini si fitohet leku, ku fitohet leku dhe mënyrat si fitohet leku ndershmërisë. Flasim në mënyrë që edhe nesër të mos jeni pre e atyre shtresave të shoqërisë të cilat do t'ju orientojnë nga nevoja për lek që të merrni rrugë të gabuara. Të rinj dhe teknologjia, rrjetet sociale, interneti, koha që shpenzojmë në të dhe për çfarë i përdorim, kush janë këshillat për informimin dhe kërkimin e studimeve ndërkombëtare për të rinjt? Atëherë interneti dhe teknologjia tashmë është një pjesë e pandare të gjithë secilit prej nesh. Dhe të mundohesh sot të ndash një të rinj nga teknologjia apo nga telefoni apo rrjetet sociale është thuajse e pamundur dhe unë nuk ja këshilloj asnjë prindri që të ndalojë fëmijën e vet merret me teknologji, me internet apo me rrjetet sociale. Ajo çfarë duhet më të mëdhenj se ne të bëjmë për më të rinj se ju dhe për moshën tuaj është që të mësojnë si t'i orientojnë këta të rinj në marrëdhënie me teknologji dhe internetin. Në masë unë vërej në Shqipëri që i mbjesë e madhe juaja nuk është se ka burimet e nevojshme ku duhet të orientohet për të informuar, për të edukuar, qoftë edhe nëpërmjet internetit. Për shembull, ju duhet ta dini që në Amerikë një pjesë e madhe e të rinjve shpeshherë mësojnë edhe në shtëpi, duke përdorur internetin, duke përdorur prindrit, duke shfrytzuar mundësitë që krijon teknologjia dhe mësimdhënia online që shumë shtete e ofrojnë. Kështu që teknologjia është e ardhmja për ne. Duke folur dhe personalisht, një arkitekt sot pa një kompjuter, pa shfrytzuar internetin dhe metodologjitë e reja të zhvillimeve arkitektonike në botë ka thujse të pamundur të vazhdojë të projektojë. Prandaj unë ju këshilloj vetëm që të keni kujdes dhe të gjeni burimet e duhura dhe të shfrytëzoni kohën me teknologjinë dhe internetin drejt nxënjes, drejt edukimit dhe drejt përthithjes informacionit që nesër do jetë baza juaj për të ardhmen. Kush janë ndryshimet midis të rinjve apo ngjashmëria me ata shqiptar dhe të huaj? Ku ndryshon shoqëria e re e popujve në zhvillim apo vendeve të zhvilluara? Atëherë, për ta lidhur dhe me pyetjen e teknologjisë, shikoni, teknologjia ka bërë që bota të bëhet gjithmonë dhe më e vogël. Kontaktet tona me të huajt, kontaktet tona me të afërmit që jetojnë jashtë Shqipërisë, bëhen gjithmonë dhe më të afërta dhe janë bërë gjithmonë më të lidhshme dhe na afrojnë akoma më shumë. Sot të rinj shqiptar për fat të mirë, nuk besoj se ndryshojnë shumë nga bota e jashtë kufimit të Shqipërisë ose qoftë nga perëndimi, për shembull, po të më pyesësh mua, ti ngjan shumë edhe me të rinjt rus, qoftë nga pamja fizike, flas, nga ngjyra e syve, nga modeli flokëve. Gjithashtu një pjesë e madhe e të rinjve shqiptar ka
tashmë kanë filluar që ta trajtojnë veten, qoftë edhe estetikisht, qoftë edhe fizikisht, kanë filluar të mirëmbajnë, të kujdesen për lukun e tyre, dhe kjo na bën gjithmonë më shumë të ngjashëm me perëndimorët, se edhe ata kanë filluar shumë herë më herët se ne të kujdesen për higjienën, për estetikën, për lukun e jashtëm e të tjerë. Por ama, për fat të keq, ne nuk duhet të ndalemi vetëm këtu. Nuk është e thënë që t'i ngjajmë perëndimorëve vetëm si vishën dhe si duken. Për shembull, bota jashtë ka një botë shumë herë më të thellë kulturore dhe një botë shumë herë më të thellë mirëkuptimi, qoftë edhe me shoqërisë së brezit tuaj. Prandaj edhe ne duhet të këmbgulim, ne duhet të kërkojmë akoma më shumë të ndryshojmë edhe shpirtërisht, edhe në botë kuptimin që kanë të huajt në krahasim me shqiptarët. Po se një fjala vjen, ne shqiptarët duhet fillojmë edhe të shajmë pak më pak, qoftë edhe në muhabetet që bëjmë me shokun, çka që nuk ndodh kaq që ndodh me të rinjt jashtë Shqipërisë. Globalizmi ka bërë që të jemi gjithmonë më të afërt, të jemi gjithmonë më kontakt me të huajt dhe të mësojmë shumë prej tyre, por duhet të mësojmë, u theksoj edhe një herë, edhe botë kuptimin dhe kulturën e tyre. Duhet të bëhemi më gjithëpërfshirës, më të kuptueshëm me kolegët, me shokët, në mënyrë që të jemi vërtet të denj nesër, qoftë edhe për Bashkimin Evropian që duam të bëhemi pjesë, por në radhë të parë të ndihemi shpirtërisht si të tillë. Studioshi është privilegj për atë student, por edhe angazhim personal. Si u ndjet ju kur filluat studimet e larta në Rusi? Është privilegj, për privilegj nuk jam shumë dakord me ty, në kuptimin që nuk duaj që të nënvlerësoj atë pjesën e studimit të lartë që bëhet në Shqipëri. Është vërtet një privilegj, po vetëm në aspektin çfarë ofron ai shtet për studimet e tua. Por fare mirë, mos harroni që edhe Shqipëria ka shumë pedagogë të mirë, ka shumë shkolla të mira dhe universitete që ofrojnë profile dhe pedagogë dhe staf pedagogjik shumë të aftë që formojnë realisht profilin tuaj. Por përveç privilegjit të studiosh jashtë shtetit është edhe një angazhim shumë i madh personal, siç ti e the, po edhe një barë shumë e madhe për familjet, sidomos për shtresën e mesme dhe për shtresat e varfra të Shqipërisë. Shikoni, unë vi nga një familje e mesme, të themi tipike shqiptare dhe shpeshherë problemet financiare, lëkundjet që has familja gjatë tecurisë ekonomike të saj krijojnë edhe etapa nga të cilat shpeshherë duhet marrësh vendimarrje shumë të forta për të mbrojtur studimet dhe për të arritur atje për ku je nisur. Për fatin e mirë, shtetet dhe Shqipëria ka arritur në një etapë dhe në një moment që e ofron për shumë të rinj mundësitë dhe bursa shumë të mira të cilat ofrohen nga shumë shtete, të cilat ju duhet t'i kërkoni, t'i gjeni dhe t'i rëmbeni për të mirën tuaj, por gjithsesi nuk duhet të harrojmë që edhe në Shqipëri mund të gjendet vetja, ka shumë universitete siç e thash që ofrojnë profile dhe stafe shumë të mira pedagogjike për të kalitur përgatitjen tuaj. A keni ndonjë këshill për të rinë në mënyrë që këta të kontribuojnë në vendin e origjinës së tyre siç është Shqipëria? Këshilla ime për të gjithë ju është edhe ajo që lart përmenda gjatë gjithë kohës, asnjëherë mos hiqni dorë së menduari dhe së ndorruari për Shqipërinë. Ua thash, Shqipëria pret shumë nga ju, Shqipëria ka nevojë për ju, prandaj mos e shikoni Shqipërinë si atë delen e zezë që u pengon në të ardhmen tuaj, por shikojeni si atë dele nën e cila pret për ju edhe është aty duke u mbështetur, duke u pritur dhe ka nevojë për ju që të rritet bashkë me ju. Gjithmonë Shqipëria duhet të jetë primare dhe nuk duhet braktisur asnjëherë. Zoti Arlin, ju falenderoj për përgjigjet tuaja të sinqerta, por pyetjet për ju ende nuk kanë mbaruar. Dhe tani besoj se do ta mirëprisni personin ton të pandrejshëm. Me kënaqësi. Zonja dhe zotrinj i pandrejshmi. Gjithve. Përshëndetje. Përshëndetje zotin Arlin. Si kaloni? Mirë, faleminderit. Jam krenar që bashkë bisedoj me ju. Kënaqësia është e imja. Unë për ju kam 2 pyetjet e mia, por besoj se jeni gati të përballeni me to. Ju lutem. Atëherë, pse qyteti Patosit ka marrë këtë emër? Me aq sa unë di, me ato pak informacione që unë kam për Patosin, i cili është dhe qyteti i vendlindjes time, Patosi është krijuar si një patos nafte. Pra, baza dhe themelimit të Patosit ka qenë ato të naftës. Në kohën e komunizmit u krijuar si një qytet, i cili do të shërbente si një stre e përkohshme për të gjithë punëtorët e naftës, të cilët filluan dhe gjetën rezervat e mëdha të naftës në zonën e Patos Marinzës në qytetin e Fierit. Faleminderit për përgjigjen, por përgjigje e saktë e kësaj pyetje është: fjala patos vjen nga rusishtja që përkthehet maj e lartë. Wow. Nuk e dija që ti të bravo.
Faleminderit. Ju lutem. Pyetja ime e dytë për ju është: çfarë ju kujton 15 tetori i vitit 1944? Këtu më gjete komplete për përgatitur dhe pres ta mësoj sërish nga ty se çfarë është 15 tetori i 1944. Çlirimi i qytetit të Fierit nga gjermanët. Bravo. Këto ishin dhe pyetjet e mia për ju. Faleminderit. Ju falenderit juve. Zoti Arlit, ju falenderojmë që u bët pjesë e emisionit ton Pse 82. Jeni të mirëpritur dhe herë të tjera. Ishte një kënaqësi për mua që të isha pjesë e këtyre të rinjve kaq të talentuar si ju. Kënaqësia ishte e gjitha imja. Ju falenderoj. Ky ishte edhe emisioni im për sot. Miru takofshim puntatën e ardhshme me një tjetër personazh mjaft interesant. Mirupafshim.